Vala e rritjes së emigrantëve jashtë Shqipërisë është përkthyer në më shumë para për qytetarët shqiptar dhe familjet në nevojë. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë konstatojnë një rritje të ndjeshme të dërgesave të shqiptarëve nga jashtë, krahasuar me një vit më parë. Paratë që kanë ardhur në Shqipëri nga burime të ndryshme janë rritur me 25% ose 30 milionë euro më shumë. Largimet e shqiptarëve drejt Gjermanisë për vendeve tjera reflektojnë situatën e vështirë që po kalon ekonomia shqiptare, stagnacionin ekonomik të sidomos të 3 viteve të fundit, reflektojnë mungesën e shpresës për një përmirësim më të shpejtë të ekonomisë sonë kombëtare. Por ka edhe nga ata ekspertë ekonomistë të cilët e shohin këtë dukuri, jo vetëm si një burim e migracioni, por edhe si një sinjal që konsumi në Shqipëri dhe situata ekonomike e qytetarëve këtu është në nevojat e mbijetesës. Konsumi duke qenë i dobët në Shqipëri, një nga arsyet është se të ardhurat e disponueshme, ato që financojnë konsumin, janë me rritjen ngadalë ose nuk rriten. Dhe kjo bën që familjet kërkojnë ndihmë nga emigrantët. Por ekonomistët, rritja e dërgesave nga jashtë është ndikuar në këtë periudhë dhe nga stabilizimi i ekonomisë në Eurozonë dhe mund të shihet si një lajm i mirë për emigrantët. Duket sikur situata makro në vendet ku punojnë emigrantët shqiptar është më e stabilizuar. Për shkak të zhvillimeve kaotike në ekonominë botërore, për shkak të krizës, ka dhe presion në rritje të parave informale dhe kriminale që synojnë të zhvendosen drejt nga vendet e BE-s drejt vendeve si Shqipëria. Por pavarësisht rritjes së fluksit të eurove në këtë periudhë, moneda europiane vijon të dobësoj lekun duke arritur të këmbehet sot me 141 lek, çka tregon hapur brishtësinë e ekonomisë sonë. Një nga shkaqjet kryesore këtu është se kompanitë e huaja që operojnë në Shqipëri transferojnë jashtë fitimet e tyre dhe po ashtu rënja e eksporteve ka dhënë efekte negative për lekun.